neni 18 i ligjit të 2001, paragrafi 2, parashikonte në mënyrë qartë, pa rregull i përgjithshëm që të bësh prokuror në territorin e Republikës së Shqipërisë është mbarimi i shkollës së majsaturës. Sot është bërë kriter. Janë dhe disa kritere dytësore, ose më saktë ligjore, pavarësisht se ka qenë me përqindje ajo. Pra 1% e vogël dhe mund të bëhet, ka qenë neni 18 paragrafi 2 dhe konkretisht që jemi korrekt për publikun. Thot bëhesh prokuror, thot personi, thot ka punuar jo më pak se 3 vjet pedagog në shkollën e majstraturës, presin, në fakultetin juridik, këshilltar ligjor, drejtues ose specialist, në strukturat juridiko-profesionale në kuvend, pra është kuvend, ka qenë kuvend, jo, pranë presidentit, jo, në këshillin e ministrave, jo, në gjykatën e lartë, jo, në ministrinë e drejtësisë, jo, pranë zyrës së avokatit popullit ose deputet me arsim të lartë juridik ose oficer i policisë gjyqësore. Pra, Olë Zdado nuk ka pasur asnjë. Asnjë nga këto, po them. Asnjë nga këto. Noter nuk është me asnjë vend këtu. Pra, është kriteri dytësor, nuk mund të themi është i palishëm, është një, domethënë, kjo i plotëson këto kriteri, konkuron se nuk mbushet nga shkolla e majstraturës vendet, mund të vinë nga radhët eksaj dispozite ligjore. Kjo sot është ndryshuar në kuadër të reformës ndërtësi, por kjo nuk funksionon. Pra kjo është kelur. Tani neve gjumë presidentin e Republikës Bamir Topi. Po, pati një reagim publik fatikisht i cili tha që ngrinte le të them një lloj përgjegjësie më tepër ndaj ish prokurores përgjithshëm. Ja kaloj Topin, po mu duk më shumë sigur Bamir Topi lauduar si Pons Pilati, që unë s'kam lidhje me këtë punë. Ndërkohë që ti e ke firmos dekretin dhe shef ligjshmërinë e akteve. Pra, a shef ligjshmërinë e akteve? Dhe ti tash po shmangesh, thunë nuk e mbaj mend. Tash si ti s'mund të marrësh për shembull një elektricist apo prokuror. Pra ti e shikon që ka një dosje, ka një praktik. E drejt presidenti i Republikës në gjyqin e Olës Dadës tha në mënyrë të qartë, sot ky zboi prokuror. Po sot edhe atëherë zboi pra, se është ligji. Atëherë si është bë? Atëherë Bamiri thot unë s'di gjë, atëherë të sqarohet roli i Ina Ramës me Olës Dadën. Ky rol duhet të sqarohet, sepse e lidhëm dhe me një çështje tjetër. E lidhëm me çështjen e 21 janarit. Pra, Bamiri ka pas kontakte me Ina Ramën dhe çfarë ka thonë për 21 janarin? Më ka ardhur me 22 janar, më ka ardhur Ina Rama, ka shpreh shqetësim lidhet me çështjen. Me datë 23 më ka ardhur Lul Basha, tha ndikote Ina, pra ai nuk është se ka qenë, pavarësisht se ka qenë marrëdhënie institucionale, ka pas njohje për këtë, nuk është thjesht. Pra, si kanë kalu gjithë këto filtra? Se janë gjithë këto filtra që kanë kalu. Prandaj kjo është një çështje që duhet niset hetim. Pra si ka kalu? Dhe aq më tepër, ka kaluar vettingun, ka kaluar dhe kur u bë konkurrimi për SPA, ky doli i pari. Kështu që neve na lind dyshimi që nuk kanë funksionuar as vetting, dhe as gjë, dhe vettingu është bërë për emra posaçëm. Pra nuk është bë vetting. Vetting është bë vetëm për me ra njëri tjetër dhe gjueti shtrikash. Dhe dalin dhe të ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët e bën gjueti shtrikash, duke thënë hiq atë. Ndërkohë qëllimi ka qenë ofro drejtësi për shqiptarët. Afroj afatin, nga 2 vjet boj 6 muaj, ndërkohë që ne na del ndryshe. Pra, kemi një gjueti shtrikash, futjen e njerëzve në mënyrë që nuk i takon, sepse kjo pse them që ngulim këmbë nisë keqja tek ndërkombëtarët. Ka qenë ndërkombëtarët që kanë futur antarët e komisionit të vettingut që i kanë marrë të mirë qenë dhe i kanë miratuar. Dhe konkretisht Olës Dado ka kaluar në vetting nga Valbona Sanxhaktari. Irena Gjoka që ka pas probleme me dënimin pa e paraqykuar, unë nuk i hyj asaj sa do marr gjykata. Po mirë, pra ka pas një dënim. Po në rregull. Atëherë kjo prap nga Valbona Sanxhaktari. Vetë Sanxhaktari nuk i plotso kriteret për që aty se ka pasur çështje penale. Ka konkuruar shkollën e majstraturës, ka marrë 85 pikë. Ka pas dhe probleme, domethënë që nuk i plotësonte kriteret se ka qenë pranë vijës politike, pra nuk është e pashme, ka qenë juriste në kryeministri, ka qenë juriste e Ministrisë e Arsimit, pra ti ke pas poste afër qeverisë. Pra ti si e futu këtu? Motra e Belinda Ballugut ka pas mesataren 9-8 dhe nuk i plotësonte kriteret. Shkolla ka qenë 4 vjet, kjo e ka bë 5. Se ka qenë koha kur ishte ka, se sot është bërë 3+2. Po, ka qenë 4. Garanta ndërpres në fizkulturë me korrespondencë ka marrë notën 10. Në fizkulturë nuk ka, domethënë, ka notën 10. Me korrespondencë. Po, tash edhe se aty është bërë një 800 zoti Llangozi, si e ka bërë 800, megjithatë po e marrin të mirë qenë që e ka kapur atë minutazhin që merr notën 10 dhe 800. Ndërkohë kemi spiona. Kemi bashkëpunëtor, i ka dalë
emri tyre të hakerat iranian. Ke 2 persona të dënuar nga vettingu, Luan Dacin dhe Ardian Hajdari. Pra kemi një tërsi shkeljesh të cilët kapen mas procedurës. Ja, hikuaja punë, e ka miratu vettingu që në rregull, po pse e në rregull tash? Pse kështu do ecim. Ti mbulojmë ujërat e zeza me kapak, në vend të hapen. Pra ne duhet dali çdo person me civil, çat keq ka, pse ke frikë? Edhe këta antarët që 7 që e diskutuam dhe një herë tjetër, që 5 antarë të KPA-s duhen të bëhen gjyqtar apeli. Dhe kanë bërë ndikim të alishëm dhe kërkojnë që të mos futen në vetting të verifikohen. Pse? Cili është shkaku? Sepse këta mqifen mas parlamentit, mqifen mas i kemi shërbyer, po si mund t'i shërbesh ti kur je i palishëm? Palishmëria nuk mund të prodhoj asnjëherë lishmëri. E qartë. Langozi, për të rikthyer edhe një herë tek çështja Velia, mendonin se ka gjetur hapësira të boshe ku ka bërë goditjen e themi të duhur sipas mbrojtjes së tij për të shpëtuar me procedurë? Unë them që rasti i zotit Dado do jetë patjetër një hapësirë e cila e shkapur nga zoti Veliaj dhe mendoj që për të shpëtuar procesin zoti Dado duhet t'japi dorëheqje, sepse në të kundërt zoti Veliaj rrezikon të dali pafajshëm nga gjithë kjo situatë që është krijuar. E qartë. Mirë, të kalojmë dhe në 2 çështje tjera, nuk e di nëse keni diçka për të shtuar në raport me këto që po thoshte Karandxha së fundmi? Jo, kam për të thënë se bëhet fjalë për këto antarët e KPA-s që kemi hyrë në dieni pra nesh, sepse ne kemi burimet tona të informacionit, të cilat janë shumë më të larta se ato të KLG-s apo të KPK-s apo edhe të KPA-s. Në pranë nesh ka ardhur një shkresë ku KLG-ja i është drejtuar kuvendit dhe kërkon komplet dosjet e këtyre antarëve të KPA-s, i kanë bërë kërkesë për t'i emëruar si gjyqtar dhe pretendojnë dhe KLG-ja pavarësisht se ka marrë vendim, po që në shkresë duket qartë që tu kemi të bëjmë me një paragjykim apo me një dëshirë, me një shprehje vullneti paraprakisht nga antarët e KLG-s për të emëruar gjyqtarët e KPA-s në krye të vettingut. Ne do t'ja vëmë shkresën edhe juve në dispozicion që të bëhet publike për publikun. Nga ana jonë janë ndërmarrë masat, ne jemi drejtuar gjykatës kushtetuese dhe ditën e premte është depozituar edhe kërkesa drejtuar gjykatës kushtetuese për shfuqizimin si antikushtetues të ligjit të posaçëm ku pretendojnë këto antarë të kolegjit posaçëm të apelimit apo edhe KLG-ja për t'i emëruar në cilësinë e gjyqtarit. Dhe shpresojmë së shpejti do jemi para një procesi të rregullt ligjor ku të bëhet transparencë. Nuk mundet që një gjyqtar apeli... Langozi, më shpjegon vetëm diçka, sepse unë kam diskutuar dhe kam konsultuar atë ligj dhe të paktën antarët e komisionit posaçëm të apelimit njihen me statusin e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese. Dhe Këshilli i lartë gjyqësor nuk ka tagër për emërimin e tyre. Jam korrekt? Po, korrekt shumë je. Po si mund ta bëj? Por do të nis shkresën, ne kemi dy raste. KLG-ja në një rast tjetër për një antar gjykatës kushtetuese ka marrë vendim me këtë arsye tim që ju thoni, që ai nuk plotson kriteret sepse ka statusin e antarit të gjykatës kushtetuese dhe duhet rikthehet në vendin e parë të detyrës që kishte. Për rastin e zotit Binaj, nuk është emëruar si gjyqtar apeli dhe është kthyer prokuror apeli aty ku ka pas detyrën fillim fare. Dhe ndryshe po trajtohet rasti nga KLG-ja në rasti konkret, që unë do t'ju vësh shkresën në dispozicion dhe ju do ta shikoni qartë ku KLG e ka paragjykuar gjithë procesin. I ka thënë kuvendit që ju na sillni dosjet e verifikimit tuaj, sepse ne do zgjedhim sipas ligjit to antar të KPA-s dhe i ka kërkuar dhe ka listuar dhe emrin. Pra, e kanë marrë vendimin pa u futur në shqyrtim. Dhe duke parë këtë tendencë korruptive, kriminale të KLG-s, ne jemi drejtuar edhe gjykatës kushtetuese. Shpresojmë si shoqat. Pra, nuk është se s'ka drejtësi. Nuk ka gjë personale këtu. Tu do t'i japim Cezarit atë që i takon. Qofse nuk i takon, nuk i takon. Mbas gjykatës kushtetuese, shpresojmë që të realizojë drejtësi, sepse të paktën në qoftë se do rrëzoj gjykata kushtetuese, le të futen edhe vetë ato pastaj, se s'kemi kundërshtim ne. Pra, mund të bëhet edhe kjo praktik. Antarët e gjykatës kushtetuese kur të mbarojnë mandati, pse nuk u futën? Pse nuk u fut, po u vendos guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zonja që ishte kryetare e gjykatës kushtetuese? Pse nuk e emëruan ata? Zaçaj, ka mbështetuar ta Zaçaj. Po,
Po, pse nuk e emëruan si gjyqtarët apelit? Po vajti, u emëruan në një pozicion tjetër, në një post tjetër shtetëror. Kështu që vlerësoj që ne do ta fitojmë të betejë. Sa do KLG-ja me këto manovra, me njohje, me nepotizma, të mundohet të krijojë artifica dhe të gjejë hapësira boshe, ne do bëjmë punën tonë. Vettingu i kryer për këta gjyqtar është i para 10 viteve dhe unë i kam dosjet gjitha, nuk është verifikuar pasuria askujt. E askujt nga anëtarët e vettingut. Madje ka marrë komplet dosjen pranë avokatit popullit, ka marrë dosjen pranë Kuvendit Republikës Shqipërisë, të gjitha dosjet e verifikimet e kryera. Asnjë pasuri askujt nuk është verifikuar aty. Por këtu po tentohet të mbyllet një proces vetëm se ju ka shërbyer këtyre personave. Kanë kaluar shok, kanë kaluar kolegë me ndikime, kanë bërë korrupsion dhe si do jash problem derin, ti vendosim gjyqtarë gjykatës apelit. Dhe të bahen 10 vjet një vend peng se duan disa anëtarë të KLG-s të bëjnë qoka, ne nuk do ta lejojmë këtë gjë. Ne do të vendosim përpara përgjegjësisë, jo KLG tjetër, po nuk mundet askush me të drejtat e qytetarit të tallën, sepse po tallen haptas. Faleminderit. E bën reformën drejtësi, vodhën paratë, i bën tëra, po na paracaktojnë dhe gjyqtarën në gjykatën e apelit. Çfarë kriterësh, pak gjyqtar të ndershëm ka gjyqtar, është Recep Bekteshi në Durrës, gjyqtar i vjetër, me integritet. Fantastike. Flet njeri në Durrës keq për atë. Pse se vendosi gjyqtar të apelit? Po thjesht merren do vendosin disa që nuk kanë asnjë lloj lidhje me gjyqtarët. Pra kanë gjykuar gjyqtarët, po s'kan qenë asnjëherë. Edhe si do bëhet gjyqtar apeli do gjykoj hallet e publikut. Nuk e bëjnë dot kështu. Për këtë arsye vlerësoj që jemi para një rasti të rënd, para një krimi shtetëror, po cënohet dhe siguria kombëtare. Ne kemi njoftuar dhe zotin Begaj, po zoti Begaj siç dihet tashmë është në gjumë. Njëkohësisht dhe zoti Metani që duhet të fillonte këto procese sepse KLG nuk mundet të veprojë. Pra Metani ka të drejtë të hetojë edhe KLG-n, gjë që s'ka filluar asnjë lloj procesi për këtë skandal. Pra ne kemi një mënyrë funksionimi në mënyrë të gjithë institucioneve për të favorizuar disa anëtar, po kjo është krim i organizuar. Kjo është krim i organizuar. Jo ai që mbolli 2 rrenja shash dhe e morën pandeu. Janë këta që unison që firmos edhe kam parë shkresën e parë që 7 antarët KLG-s firmosin drejtuar kuvendit. Nuk e kishin lënë vetëm kryetarin, po kishin firmos dhe të tjerët poshtë. Jemi dhe ne dakord për të emëruar këta. Pra nxorën fytyrën e vërtet të korrupsionit për mënyrën si do t'i favorizojnë. Se kjo është sistemi i drejtësisë, kështu do funksionojmë. Kështu që unë vlerësoj së bashku me shoqatën, me gazetarët, me avokatët, ne do ta ndjekim këtë çështje. E qartë. Faleminderit Langozi. Dhe nga unë të paktën, domethënë, unë vlerësoj shumë iniciativat të kësaj natyre siç është shoqata Media dhe Derisiku, të paktën, le të themi, po punohet për të kuptuar diçka më shumë dhe për qytetarët e thjeshtë, Karanxha? Shkurt. Se kemi dhe çështjen e fundit që është. Shkurt e Andi. Po. Konstatohen që këta gjyqtarë mbrohen nga një klan brenda Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Janë klanet ngushta që i kanë zgjedhur. Në të dy klanet, ë? Po janë 2 klanet Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike që i mbrojnë këta. Këta mbajnë vendet bosh. Kanë mbajtë vendet tyre është bërë qëllimisht bosh. Që të vinë këta, pra ka 5 vjet që është bërë kërkesa dhe vendet janë bosh. Duhet nisë çështje penale për ndikim palishëm, nuk ka nisur. Si drejtohet një me numrin protokollin zyrtar të një organi shtatror, i drejtohesh një organi tjetër dhe ti tu mbaj vendet bosh. Sepse po të ishin bosh, to s'kishin ku shkojnë, po janë vendet. Pra janë mbajtur qëllimisht vendet bosh. E para janë mund të mbash bosh kur ka. Dhe janë një klan pranë Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. E dyta, nuk kanë punuar ditë gjyqtar. Një ditë gjyqtar të shkallës parë, jo në apel. Si mund t'i çosh ti në apel që s'kan punuar ditë? Pra, dhe çam shqetëson më shumë. Nga informacioni që disponoj, delegacioni i BE-s dhe ONM-ja kanë dërguar relacion pozitiv, që këta kanë punuar shumë mirë, thënë, kanë pasur punë të vështirë, emrojni. Pra BE-s prap dalin, nuk i intereson se shkelet ligjin në Shqipëri. Ata mbrojnë vetëm interesat e veta, mbrojnë parat e veta. Pra, parat sepse u vra gjyqtari Astrid Kalaj nuk pyesin fare ato, se shqiptarët nuk po sigurojnë. Por njerëzit që kanë shkatruar sistemin e drejtësisë, pra BE-ja në thelb bën një ndikim të palishëm, sepse nuk i tako me ligj. Pra aty nuk i tako se antar të gjykatës kushtetuese dhe duhet të plotësojnë kushtet.
emrohesh po të verifikohesh i plotson kushtet për qenë gjyqtar, asnjë nga ato nuk i plotson kushtet. Dhe vetë BE thot shkelin i ligjin. Pra ne po ecëm me shkelje ligji, ne s'kemi gjon në Terezi. Prandaj në Shqipëri po ecim gjërat keqem keq, se vinë ca ndërkombëtar, vinë ca pleq, vinë ca të dështuar, të cilët ne na thojnë ligjin ndërkohë e shkelin vet. A është ky ligj? Kush ligj? A kanë statusin e antarit gjykatës kushtetuese? E kanë pas vulën me antarit gjykatës kushtetuese. Si do emrohen? Si mund t'i fusim gjyqtar apeli ku s'kan punu i ditë? Si do i zgjidhin çështjet e qytetarëve? Çfarë cilësie do kenë ndosjet e atyre? Një pjesë ka vjetërsi në punë. Kush ja kërkoi atë mendimin? Kush ja kërkoi atë mendimin? Mendimi është kanë dërguar delegacioni BE-s, dhe ONM-ja kush ja kërkoi? Janë kërkuar anëtarët e KPA-s, pra ata e kanë kaluar personale marrëdhënien, jo institucionale më. Pra kjo është ajo afrimiteti që kanë 10 vjet bashkë, ka bërë korrupsion bashkë, kanë vjedhur bashkë, kanë marrë paratë e shqiptarëve dhe jemi këtu. Që ndikojnë, ta do ndikojnë lart e poshtë, mbrojnë dhe njëri tjetrin tani, se janë bërë miq, kanë zënë dashnore në për institucione edhe janë real. Dhe do vendosin po prapë të vetët, madje kishin thënë në KLG duhet të çojmë vëzhgues ndërkombëtar, është propozuar dhe kjo. Se që duam ato atjene, që na duan ndërkombëtarët ne në KLG, apo në ILD. O mirë, kur ka hapësira punësimi, pse jo, Langozi? Të kalojmë tek 36.000 euro pagë mujore, mos harrojmë, 36.000 euro. E qartë. Ndërkohë që kanë shkarkuar një person për 6.000 euro që nuk i justifikote. Pra, 1/6 e pagës mujore. Ndërkohë tash kjo është shumë e rënda, pra të futësh një person jo kompetent, se çfarë ndodh? Ky tjetri Olz Datës me probleme ka kalu vettingun e ndërkombëtarëve. Kjo tjetra e dënuar atje s'disha. Ky tjetri kështu, ky tjetri kështu. Tjetri ka vjetërsi në punë se ka luajt basketboll. Po pse më vjetërsia në punë ke luajt basketboll? Kështu është një nga antarët ata. Ka vjetërsi në punë, ka bo basketboll. Madje ka bo kosha 2 pikësh nga afër dhe kur kishte raste në mënyrë të befasishme me 3 hapsha, bote kosh, domethënë. Pse kjo është drejtësia. Dhe ndërkombëtarët nuk i intereson fare Shqipëria. Fare. Nuk i intereson, ato do merren me spakun, ky është problemi, është arritur, por Andi dhe ju si gazetar, dhe nëse ne pak a shumë të njëjtën, qasje mediatike, kemi qasje mediatike dhe është përnder ta kemi, të jemi gazetar dhe jemi gazetar, pavarësisht ashtu, duhet të shikohet. Kush person është futur, do të bëhet dosja personale. Shoqata, drejtësi dhe media, që e bashkë, do t'i bëj publikut, do i vënë në dispozicion qa si vije kanë këta, qa kanë bo këta. Dhe këto që për kosha 3 pikësh do t'i shofësh vetë. Do të shofësh çudira, mësuese kopshi. I keni këto? Po i kemi zbojt fjalë, mësuese kopshi është njëra nga ato. I kam shërby kalamojve, po shkoj pra te kalamojt. Marrove. Madje zoti Karanja tregoi dhe atë që një ndër subjektet e rivlerësimit i ka kërkuar një antares të KPA-s përjashtim sepse i kishte marrë të dashurin, edhe nuk e pranoi sepse nuk kishte prova, pra edhe ndërkombëtarët teshtën. Kjo është e rëndë. Të ngrihet ky pretendim të eshtin ndërkombëtar. Bëni gati. Langozi, bëni gati se në rast se historit janë mësuese kopshti. Guzhiniere, babysitter, part-time, basketbolist, i mirë në 3 pikësha si thot Karanja. Hajde burë mi diskutojmë se nuk kam asgjë kundër në rast se ka të tilla raste që i kanë shërbyer Shqipërisë kaq mbrapsht.